Mbrëmja 13 nëntori do të shkruhet me shkronja të artë në historinë e futbollit shqiptar. Kombëtarja Kuqezi fiton me rezultatin 0-1 në transfertën ndaj Andorrës dhe siguron për herë të parë në histori pjesëmarrje në fazën play-off të kampionatit botëror 2026. Ekipi i Silvinjos bën siç duhet detyrën e përcaktuar dhe triumfon 1-0 ndaj Andorrës. Një ndeshje pozitive për tanët ku goli vendimtar u shënua nga Kristian Aslani, i cili asistuar në mënyrë perfekte nga Uzuni, nuk e kishte të vështirë të gjente rrugën e rrjetës. Një gol që ngriti pesh gjithë shqiptarët anë mban botës, të cilët festojnë këtë fitore historike, e cila me kombinimin ideal të sfidës Angli-Serbi siguron dhe kualifikimin për në play-off. Siç dihet, Anglia triumfoi 2-0 ndaj Serbisë në Wembley dhe me humbjen e serbëve kombëtarja shqiptare shkëputet me 4 pikë, ku ka mbetur dhe një ndeshje nga fundi kualifikuesve. Aktualisht Shqipëria ndodhet e dyta në grupin K me 14 pikë, ndërsa Anglia kryeson me 21 pikë, e cila ka siguruar dhe kualifikimin në Kupën e Botës. Nga ana tjetër, Serbia në vendin e tretë me 10 pikë. Është në fakt një moment historik jam shumë i lumtur dhe i kënaqur për 9 milion shqiptarë, 3 milion shqiptarë të cilët i kemi në shtëpi, meritojnë të gjithë arritjen në play-off, jam shumë i lumtur. Është vërtet kemi vuajtur pak, na mungoi qetësia në një pjesë të mirë të ndeshjes. Pam që Andorra taktikisht ishte vendosur ndryshe me një skem 4-4-2 me 2 sulmuese të tyre të cilët mbyllnin hapësirat e mesfushorëve tanë, të cilët zakonisht Shehu edhe Aslani janë ata të cilët hapin lojën. 2 ditë kemi bërë stërvitje duke pasur në mendje një Andorra që luan 5-4-1, kështu që na u desh të improvizojmë në këtë aspekt, të përshtatemi si gjithmonë me kundërshtarin në këtë rast. Na ka kushtuar pak në fakt edhe ky ndrim edhe kjo ndeshje, sepse kishte momente që ishin pak jashtë tonit, le të themi, kombëtarja ishte pak e frustruar. Kishtim raste që kishim humbje topit, të cilin nuk mund ta qarkullonim siç duhet, por që arritëm t'ja dalim dhe jam shumë krenar për lojtarët e mi. Nga sa bëhet e ditur, para ditën e sotme, kombëtarja do të udhtojë drejt Tiranës, ku pritet të mbërrijë në darkë. Ditën e shtunë ekipi do të zhvillojë stërvitjen zyrtare në Air Albania në orën 18:00, ndërsa më herët në orën 17:00 do të jetë konferenca zyrtare e pragndeshjes Shqipëri-Angli.